bosh dhe shtëpisë bosh, sepse fëmijët, niprit dhe mbesat i kanë jashtë dhe i shohin vetëm përmes pajisjeve elektronike. Artola? Unë do thoja, në fakt, normalisht nuk do ndryshoja asgjë nga çfarë tha zonja Sula, dhe ajo që unë dua të theksoj në këtë nuk është vetëm fakti dhe shqetësimi jonë që do bjeri numri mësuesve, por edhe politikat që mund të implementohen për ta parandaluar këtë, të tipit të ulet mesatarja e pranimit, apo të bëhen tolerime nga më të ndryshmet, këtu pastaj është realisht për të shqetësuar dhe niveli i mësuesve që mund të vinë dhe aq pak apo shumë sa mund të vinë. Shumë dyshoj. Kam përshtypjen se këtu ha debat, se nuk e di pse na duhen me mesatare më të ulët, kur mund t'i paguajë më shumë ata me mesatare më të lartë. Edhe t'ja bëjmë më të lehtë financiarisht. Kjo pastaj është totalisht debat tjetër. Se o na duhen thjesht si trupa ata mësues, apo na duhen mësues të mirë për fëmijët? Unë kam përshtypjen që me sa është parë nga arsimi i vitet e fundit, duhen vetëm si trupa, dhe jo vetëm si trupa, po edhe pak si patronazhist. Por gjithsesi, mos i futemi asaj teme. Dhe ajo që mua më shqetëson në fakt dhe kam filluar ta mendoj shumë kohët e fundit, është dhe fakti që kam shpresoj të mos vim në këtë realitet që për shkak se ka një shpërndarje të pabarabartë të degëve, të studentëve, pra që shkojnë në degë të caktuara dhe rrezikohet mbyllja e tyre etj. Shpresoj që mos të na diktohet nga qeveria se ku duhet ta zgjedhim universitetin, sepse për mendimin tim edhe kjo nuk do më bënte habi, nuk është larg. Pra si gjë duke marrë parasysh që është një histori gjysmë e ngjashme me diplomat e mjekësisë edhe të kësaj. Mendon se mund të arrijë në ato nivele? Patjetër. Besoj që mund të arrijë në ato nivele, por gjithsesi unë akoma kam besim që studentët shqiptar nuk do ta lejojnë që të arrijnë në ato nivele, duke nisur dhe me historikun e ashtit të tyre që nga 2018. Besoj që nuk do ta lejojnë. Panoramë e frikshme kjo, megjithatë një kuriozitet, zonja Sula. Tani flasim shumë për këto diploma. Çështja është një i diplomuar shqiptar me të mesme, dhe është shumica e rinisë tonë me të mesme, në fakt ka një kërcitje shumë madhe nga e mesmja në universitet,